Një koment I fundit I Ledion Liqos ka ngjallur diskutime në rrjetet sociale. Moderatori ka shkruar krenaria të hedh poshtë, një fjali e shkurtër por me peshë që shumë djegës e kanë interpretuar si një mesazh me nënkuptime personale. Reagimi nuk ka munguar as nga ish-bashkëshortja e tij, Sara Hoxha. Ajo ka zgjedhur t'i përgjigjet në mënyrë indirekte, por mjaft domethënëse. Shpresoj të shërohesh nga lufta që nuk e thua. Ky shkëmbim thumbash ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe ka hapur sërish aludime mbi raportin mes dyshës. Opinionistja Big Brother VIP Kosova ka bërë një postim që nuk kaloi pa u vënë re. Në një Insta story ajo ka publikuar një video ku shihen dy të rinj duke u puthur një moment romantik që ka ngjallur reagime të shumta. Storia u komentua gjërësisht nga ndjekësit të cilët e panë si një shprehje pozitive ndaj ndjenjave dhe romancës.